Tymi duhanit mbetet I pranishëm në shumë ambiente të mbyllura, edhe pse ligji e ndalon qartë. Në kafene e restorante, si kur çdo ditë tjetër edhe këtë të enjtë, u pan cigare që ndizeshin lirshëm, ndërsa ndalesat shpesh mbesin vetëm në letër. Qytetarët thonë se kjo tashmë është bërë për ditëshmëri. Duhet me qitë për krohe jashtë, edhe kur mos me leju atë me leju. Ja bana që se pinë, saj që e pinë, kejtë ata tim të mosët, për kanë qitë për s'pe respektojnë, që tash nështë të veres po adimit e shë krejtë tim noj, kur t'ishë. Në raste, tabakët e filxhanave të kafes shëndrohen në taketuke, e rregullat sipas tyre, s'po I merr kush seriozisht. Nuk e respektojnë, se ai mas parë nuk e respektojnë vetveten, tani me të respektojnë ligjin. Mungesa e spektimeve ka kthyer këtë shkelje në normë, duke I lënë bizneset të veprojnë pa frikë ndëshkimi. Po kjo nuk është në rregull, domethënë duhet organet kompetente me konë si qelë edhe me adhon dënimet meritore atyne kush se zbatojnë. Sepse po dëmtohet shëndeti I njerëzve, po rrezikohet. Prandaj ajo është vepër e rënë penale. E dikush që ka zgjedhur të punojnë nga Franca në Kosovë është I befasuar me këtë realitet, pasi në vendin prej nga vjen, rregullat zbatohen me përpikri dhe shkeljet ndëshkohen rrept. Është befasuese të shohësh në Kosovë. Njerëzit pinë duhan në restorante. Në Francë, ne nuk pinë brenda. Është ndaluar. Nëse pi aty, të largojnë nga restoranti. Dhe po, duhet të reagojë menjëherë inspektorati. Për këtë çështje, Klan Kosova ka dërguar pyetje në Ministrinë e Bujqësisë përgjegjëse për mbikëqyrjen e ligjit për duhan, por që e njëjta nuk ka kthyer përgjigje.